Javën e kaluar, më shumë se 1000 pastor ungjillor amerikan dhe influencues të krishterë zbarkuan në Izrael në atë që organizatorët e quajtën një pelegrinazh historik, delegacionin më të madh të këtij lloji që nga themelimi i shtetit. E organizuar nga nisma Friends of Zion dhe i bekuar nga Ministria e Jashtme e Izraelit. Misioni u prit me ceremoni presidenciale nga presidenti Isaac Herzog. Në realitet, ishte një kryqëzatë politike e mbështjellë me gjuhën e zbulesës, shkruan Sumaya Ganushi, eksperte e politikave të lindjes së mesme. Në këtë ngjarje, ambasadori i SHBA-s në Izrael, Mike Huckabee, i nxitit pranishmit të ktheheshin në shtëpi me zjarrin e Zotit që u digjet në eshtra, që të jenë pro-Biblës dhe rrjedhimisht pro-Izraelit. Mesazhi ishte i pagabueshëm. Izraeli paraqitet si mishërimi i së vërtetës biblike. Armiku i saj është Islami radikal. Konflikti paraqitet si një duel kozmik mes virtytit judeo-kristian dhe errësirës muslimane, shkruan Ganushi. Ky është një skenar i përsëritur prej kohësh nga Netanyahu dhe aleatët e tij, i përcjellur me besnikëri nga sionistët e krishterë që imagjinojnë veten si mbrojtës të një toke të shenjtë të rrethuar. Megjithatë, në këtë siguri teatrale fshihet një zhdukje tronditëse, thot Ganushi, e cila shton se i gjithë spektakli mbështetet mbi një mashtrim, se historia e Palestinës është një përballje binare mes hebrejve dhe muslimanëve dhe se të krishterët nga besimi, identiteti dhe historia i përkasin natyrshëm anës e Izraelit. Është një shtrembërim aq gjithëpërfshirës sa vetëm ideologjia mund ta mbajë gjallë. Të krishterët nuk janë të huaj në Palestinë. Ata nuk janë vizitor, vëzhgues apo pakica dekorative. Ata janë pjesë autoktone, e lashtë dhe përbërëse e popullit palestines, më vjetër se sionizmi, më vjetër se shtetet kombe europiane, më vjetër se vetë teologjit politike që sot mobilizohen në mbrojtjet e Izraelit. Për më shumë se 14 shekuj, muslimanët dhe të krishterët në Palestinë nuk jetuan në një bashkëjetesë të përmbajtur me vështirësi, por brenda një qytetërimi të përbashkët. Pak vende në botë mund të pretendojnë një histori harmonie fetare kaq të thellë, të qëndrueshme dhe organikisht të jetuar. Kjo histori nis me një epizod që pelegrinët ungjillor rrallë e përmendin. Kur Jerusalemi u dorëzua ushtrisë muslimane në vitin 637, patriarku greko-ortodoks Sofroni pranoi të dorëzonte çelësat e qytetit vetëm vet kalifit Omer ibn Khattabit. Omeri udhthoi nga Medina me një shërbëtor dhe një deve të vetme, duke ecur me radhë pranë saj. Kur ju afruan Jerusalemit, shërbëtori rastisi të ishte hipur mbi deve, ndërsa Omeri ecte, çka bëri që ata që i prisnin ta ngatronin shërbëtorin me kalifin. Sundimtari një perandorie të madhe, hyri në qytet me rroba të thjeshta, i padallueshëm nga njerëzit e zakonshëm, duke refuzuar spektaklin si mas të autoritetit. Omeri nënshkroi marrëveshjen e Aelias, duke garantuar jetën, kishat, pronën dhe adhurimin e të krishterëve. Asnjë kish nuk u shkatrua, asnjë krishter nuk u detyrua të konvertohej, nuk pati masakër, nuk pati plaçkitje, asgjë që t'i ngjante gjakderdhjes së krishtarëve që do të shkaktonin në vitin 1099, kur musliman, hebrej dhe të krishterë lindor u masakruan njësoj në një orgji dhune të shenjtëruar. Pasoi një moment qartësie morale. Kur erdhi koha e faljes, Sofroni e ftoi Omerin të falej brenda kishës së varrit të shenjtë. Omeri refuzoi. Nëse do të falej aty, shpjegoi ai, muslimanët e ardhshëm mund ta merrnin ndërtesën, duke pretenduar Omeri u fal këtu. Në vend të kësaj, ai u fal me përulësi në shkallët jashtë dhe nxori një dekret që u ndalonte muslimanëve shndrimin e kishës në xhami. Kjo nuk ishte thjesht tolerancë, por përmbajtje parimore, një filozofi pushtetje rrënjosur në mbrojtjen e tjetrit. Kjo etikë mbijetoi, shkruan Ganushi. Kur udhëheci musliman Salahuddin Ejubi e çliroi Jerusalemin, shekuj më vonë, marrëveshja që rregullonte kishën e varrit të shenjtë nuk ju imponua kujdestarëve të saj të krishterë, por u pranua prej tyre si një zgjidhje stabilizuese. Për të parandaluar konfliktet mes denominacioneve rivale të krishtera, çelësat e kishës u besuan dy familjeve muslimane, Xhude el Huseini dhe familjes Nusejbe, kujdestaria neutrale e cilave u njoh si garant i paqes. Rreth 850 vjet më vonë, këto familje ende i hapin dyert në agim dhe i mbyllin në mbrëmje. Ky nuk është dominim, por kujdestari, një ritual i përditshëm i mbrojtjes së përbashkët të së shenjtës. Kjo jetë e përbashkët vazhdoi edhe në historinë moderne palestineze. Gjatë revoltës së madhe të viteve 1936-39, të krishterët nuk ishin periferik në luftën kombëtare, ata ishin ndër udhëhecit e saj.
Fuad Saba shërbeu si sekretari i Komitetit të Lartë Arab përpara se të internohen nga britanikët në Seychelles, së bashku me anëtar të tjerë të udhëheqjes, përfshirë Alfred Roche, palestinezin e njohur të krishter nga Jafa. Flamuri palestinez i revoltës mbante gjysmëhënën dhe kryshin të ndërthurur, simbolet e një lëvizjeje kombëtare të mbështetur nga dy besimet. Brezat e mëvonshëm nxorën një plejadë të jashtëzakonshme figurash palestineze të krishtera, ndikimi i cilave formësoi jo vetëm jetën kombëtare palestineze, por edhe diskursin intelektual dhe kulturor global. George Habash, themeluesi i Frontit Popullor për Çlirimin e Palestinës, dhe Najev Hawatmeh, udhëheqësi i Frontit Demokratik për Çlirimin e Palestinës, ishin ndër arkitektët politik më të shquar të rezistencës moderne palestineze. Hanan Ashrawi u shfaq si një nga zërat diplomatik më elokuent të çështjes palestineze në arenën botërore. Emily Habibi, romancier, satirist dhe udhëheqës politik, i dha formë letrare absurditeteve të përditshme të jetës palestineze në sundimin kolonial të vendbanimeve. Kontributi i krishterëve palestinez shtrihej përtej politikës. Eduard Said, një nga intelektualët më me ndikim të shekullit 20, riformësoi disiplina të tëra, letërsinë, studimet kulturore, teorinë postkoloniale, duke mbetur njëkohësisht i rrënjosur fort në përvojën palestineze. Këmbgulja e tij se Palestina nuk ishte thjesht një problem gjeopolitik, por një katastrofë njerëzore dhe kulturore, e ndryshoi në mënyrën se si bota e kuptoi kolonializmin, mërgimin dhe pushtetin. Said nuk ishte një zë periferik palestinez, ai ishte ndër më rezonantët globalisht, një trashëgimi që vazhdon në Universitetin Columbia, ku intelektual palestinez të krishterë si Wael Hallaq dhe Joseph Massad vazhdojnë të sfidojnë ortodoksit koloniale dhe të mbrojnë të vërtetën historike palestineze. Dekada më herët, Khalil Sakakini, edukator dhe reformator i krishter nga Jerusalemi, hodhi themelet e pedagogjisë moderne palestineze dhe të mendimit qytetar. Një kundërshtar i ashpër i sektarizmit dhe i dominimit kolonial njëkohësisht, Sakakini promovoi gjuhën arabe, vetbesimin kulturor dhe pavarësinë intelektuale në një kohë kur Palestina po riformësohej nga projekte perandorake. Familja Nasir, palestinez të krishter nga Birzejti, themeluan atë që do të quhej Universiteti i Birzejtit, zemra intelektuale e jetës kombëtare palestineze. Institucioni nisi në vitin 1924 si një shkollë fillore për vajza, e bashkëthemeluar nga Nabiha Nasir, edukatore, feministe dhe aktiviste politike. Në kulturë dhe arte, të krishterët palestinez nuk kanë qenë më pak qendror. Trio Gjubran, Samir, Wissam dhe Adnan, tre vëllezër nga Nazareti, e shndruan Odin në një instrument global të kujtesës palestineze, duke quar në skenat botërore fjalët të Mahmud Dervishit, poetit më të madh modern të Palestinës, musliman si sugjeron emri i tij, zëri i cilit u bë i pandashëm nga muzika e tyre. Para Nakbës, të krishterët palestinez përbënin 12.5% popullsisë. Sot, ata janë rreth 1%. Klerik dhe udhëheqës komunitar, përfshirë pastorin Mumther Isak, kanë paralemruar se nëse kushtet aktuale vazhdojnë, deri në vitin 2050 mund të mos ketë më asnjë prani të krishterë autoktone në Palestinë.